Të dashur besimtar, të respektuar vëllezër dhe motra. Jemi tek suretun Naml, surja me emrin Milingona. Një emër shumë interesant, të cilin Allahu Gjellëshanu e ka zgjedhur që ta përmendi në Kur'anin famëlart, Milingonën, në një ngjarje që i ka ndodhur Sulejmanit a.s. Por patjetër, ajo çfarë na tërheq vëmendjen më së tepërmi është që Allahu ka zgjedhur që ta emërtoj një sure me emrin Milingona, sikur don që të na e tërheq vëmendjen që të marrim një mësim të madh nga ky insekt kaq i vogël, siç është Milingona. Kjo sure ka zbritur në Mekë e përbërë prej 93 ajeteve dhe emrin e ka marrë nga ajeti i 18 që kalon në këtë sure, surën Naml, që sipas një transmetimi tjetër mundet të emërtohet edhe si sureja e Sulejmanit a.s. për vetë faktin sepse aty përmendet Sulejmani a.s., mbretëria e tij, sundimi i tij dhe mrekullitë e mëdha të cilat Allahu Gjellëshanu ja kishte dhuruar Sulejmanit a.s. Për shembull, Allahu thot në ajetin e 17 të kësaj sureje: "Wa hushira li Sulejmana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuzaun." E Sulejmanit i ishte tubuar, i ishte dhënë një mrekulli aq e madhe Sulejmanit a.s. sa që i ishte tubuar atij një herë ushtria e vet, që përbëhej nga gjindët, nga njerëzit, nga shpendët, dhe ata mbanin rendin. Pra, e gjithë mbretëria e Sulejmanit a.s. komandohej dhe këta ishin ushtarë të tij, të cilët ishin në urdhëresat e tij, duke bërë atë çfarë Sulejmani a.s. i urdhëronte, sepse në fakt në një dua që kalon në Kur'anin famëlart, u lut Sulejmani a.s. Allahu Gjellëshanu që t'i jap atij një ushtri aq të fuqishme sa që nuk do të ketë më në këtë botë ushtri aq të fuqishme sa ushtria e Sulejmanit a.s. A edhe sot që flasim për bombat bërthamore, për teknologjinë e fundit, nuk ja kalojnë ushtrisë së Sulejmanit a.s., as këto nuk ja kalojnë, vetëm nëse do të përmendim faktin që ai kishte në zotërim erën. Erën ai e kontrollonte si të donte, ja kishte lënë Allahu Gjellëshanu nën urdhrat e tij. Dhe kjo është një fuqi që nuk mund të krahasohet me asnjë fuqi tjetër. Ndërkohë vazhdon Allahu i lartësuar në ajetin e 18 dhe thot: "Hatta idha atau ala wadi an-namli qalet namlatu ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulejmanu wa junuduhu wa hum la yashurun." Deri atë ere kur arritën mbi luginën e Milingonave, e gjithë ushtria e Sulejmanit a.s. arriti në një lugin me Milingona, dhe një Milingon thirri dhe tha: "O ju Milingona, hyni në vendet tuaja që të mos ju shtyp, që të mos ju coptoj Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju vërejtur." Dhe më pas, kur kjo mrekulli i ishte dhënë Sulejmanit a.s. që të dëgjonte edhe komunikimin e Milingonave, të dinte gjuhën e insekteve, Sulejmani a.s. do të thot një gjë shumë të madhe, që është pikërisht mësimi kryesor i kësaj hutbe të sotme. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Dhe Sulejmani a.s. buzëqeshi, i gëzuar prej fjalës së tij, pra atë çfarë dëgjoi nga Milingona, dhe tha: "Zoti im, më mundëso që ti falenderoj të mirat e tua, që mi ke dhuruar mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde më fut në mesin e robëve tuaj të mirë." Të dashur besimtar,
Mrekullia e parë në këtë sure është fjala e milingonës, e cila tha la yahtimannakum Sulejmanu wa junudu, të mos ju shtyp, të mos ju coptoj ushtria e Sulejmanit. Kurani ka zbritur këtu e 1400 kusur vitesh më përpara, që nuk bëhet fjalë për teknologji të avancuar, ndërkohë kjo folje që është përdorur në këtë ajet është bërë shkak që shumë shkencëtar që merren në botën e kafshëve dhe të insekteve ta studiojnë milingonën. Disa nga dashamirësia, ndoshta disa të tjerë nga dashakeqësia, që të nxjerrin gabim Kur'anin famëlart, që pse Kur'ani ka përdorur foljen të shtyp apo të coptoj, ndërkohë që mund të ishte përdorur folja të na shkel Sulejmani a.s. Dhe ky është një dallim shumë i madh, sepse dallimi ku qëndron? Dallimi qëndron se nëse do të ishte përdorur folja do të na shtyp Sulejmani a.s., atëherë kuptohet që do të shtypet diçka e përbër prej mishi. Ndërsa këtu është përdorur folja yahtimannakum, që e ka kuptimin të coptoj apo të shkel, që në gjuhën arabe do të thotë të coptoj diçka që është e ngurtë, që është prej qelçi, që është diçka prej keramike. Dhe janë bërë studime, siç thash më lart, nga shkencëtarë të kësaj fushë, dhe është parë dhe është vërtetuar sot, është shumë e thjesht për të aksesuar edhe në informacionet në internet, që me të vërtet milingona aq e vogël është e përbër pjesa e saj që duket si një top i vogël që e ka në shpinën e saj, është një material që shtypet dhe nuk shkelet, coptohet sikur të shkelesh një shishe qelçi. Dhe këtu shpjegohet qartë edhe një herë mrekullia e Allahu Xheleshanu, që pikërisht në një insekt kaq të vogël na jep një mësim aq të madh, saqë edhe shkencën pra moderne sot e ka tronditur. Dhe për këtë Allahu Xheleshanu meriton falënderimet e sinqerta që e kënaq zemrën e besimtarit me mrekulli të tilla. Ndërkohë kur vim tek mësimet kryesore të kësaj sureje dhe specifikisht ngjarjes me milingonën të Sulejmanit alayhis salam, bëhet fjalë, siç e tham edhe në ajetet e mëparshme, që Sulejmani alayhis salam kishte nën kontroll gjindët, kishte në kontroll erën, kishte në kontroll që të komandonte zogj, siç është rasti i Hudhudit që i përdorte për informacion nga një shtet në një shtet tjetër, ndërkohë në Kur'an ne nuk e hasim që ai të falenderoj Zotin Xheleshanu në këtë mënyrë siç u lut kur ai dëgjoi fjalën e milingonës. Kishte një ushtri kaq të madhe, por ai fjalën e falënderimit dhe lutjen drejtuar Allahu Xheleshanu ja drejtoi kur pa mrekullin te një insekt shumë i vogël. Dhe tha: "O Zoti im, më mundëso mua që të falenderoj ty për mirësitë që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi. Dhe jo vetëm kaq, më bë një njeri që të punoj punë të hajrit dhe të mira që të kënaqin ty dhe më bashko në xhenet me robrit e mirë." Mësojmë të dashur besimtar se nëse na e ka bë Zoti risk të themi elhamdulillah, ta falenderojmë Allahun Xheleshanu për mirësitë tona, në fakt është një mëshirë e Allahut që na e ka mundësuar të thomi elhamdulillah. Dhe prandaj duhet të themi: "O Zot, ty të takon falenderimi që na mundsove të falenderojmë ty." Dhe ajo fjala e madhe e Musait alayhis salam që ju drejtua Allahu Xheleshanu dhe i tha: "O Allah, e si të falenderoj unë ty kur je ti që ma ke mundësuar mua falenderimin, je ti që më ke mundësuar mua të them faleminderit o Zot, elhamdulillah,
ty të takon falënderimi. Dhe Allahu ju përgjigj Musait alayhis salam, nëse e ke kuptuar pikërisht këtë gjë, që edhe pse ti bën diçka të mirë dhe e din që këtë ta ka mundsuar Allahu xhaleshanu, çfarë do qoftë ajo edhe e vogël, atëherë këtu me të vërtetë ke kuptuar të vërtetën se çfarë është të falënderohet Allahu xhaleshanu. Dhe për këtë, të dashur besimtar, kemi nevojë të gjithë, sepse falënderimi për mirësitë e Allahu xhaleshanu është suksesi kryesor për këtë jetë dhe jetën tjetër, për këtë botë dhe në botën tjetër. Nuk mundet të kemi sukses nëse nuk do ta falenderojmë Allahun xhaleshanu për çdo të mirë. Por ku qëndron tashmë një sekret tjetër? Se tham, këtë dua Sulejmani nuk e përdori tek ushtria më e madhe superiore fuqishme si era, si xhindët, por ju kujtua aty tek ai insekt i vogël. Sepse të dashur besimtar, dhe kërkoj vëmendjen tuaj, ne harrojmë shpesh gjërat e vogla që na i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu, që me anë të atyre gjëra të vogla, ne sot mundemi të kemi gjëra të mëdha. Ne harrojmë se janë disa gjëra aq të vogla që ne mundet na mundsojnë lumturinë në këtë botë. Por kjo për shkak se njeriu është i pangopur. Si kur të kishte një lëndin me flori, ai do të kërkonte për një lëndin tjetër, tha profeti alayhis salatu wassalam. Syri i njeriut nuk është i mbushur në këtë botë, e mbush vetëm dheu, thot profeti alayhis salatu wassalam. Por ama e gjithë ajo çfarë është në filozofinë e Kur'anit famëlar dhe specifikisht në këtë rast, Allahu po na orienton që o ju besimtar, shikoni rreth e qark jetës tuaj për disa detaje shumë të vogla që i japin kuptim jetës tuaj. Se edhe nëse keni ardhur në një stad të madh dhe të fuqishëm të jetës tuaj, e keni në saj të disa gjëra të vogla që ju me ta jeni stërvitur, ju me ta keni falendëruar Zotin, sepse çfarë thot Allahu në Kur'anin famëlar, wa in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni për diçka, Allahu do t'ju ashtoj. Që do të thot, nëse ne si besimtar e falenderojmë Allahun xhaleshanu në çdo situatë të jetës tonë, edhe kur jemi në ekonomi të dobët, edhe kur kemi probleme, edhe kur kemi një jetë që nuk na ecën sipas planeve, por prapë ne jemi nënshtruar Allahu xhaleshanu, sepse profeti alayhis salatu wassalam na ka mësuar në një hadith të tij çështjen e nënshtrimit dhe tevekulit të Allahu xhaleshanu që duhet ta ketë gjithë secili prej besimtarëve. Dhe tha profeti alayhis salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, është e çuditshme thot çështja e mu'minit, e besimtarit të sinqert. Inna amrahu kullahu lahu khairan, dhe çdo situatë që i ndodh në jetën e tij, këtij besimtari është në të mirë të tij. Wa laysa dhalika illa lil mu'min, dhe kjo situatë dhe kjo gjendje që do ta shpjegoj hadithi më poshtë, nuk është një gjendje që e përjetojnë të gjithë njerëzit. E përjeton vetëm mu'mini, vetëm besimtari. Çfarë përjeton ka besimtari në zemrën e tij, që merr ka një status kaq të veçantë që u dallon ka ndër njerëz. In sabathu darra'u sabra fa kana khayran la. Nëse ndodh që i vjen një sprovë në jetën e tij, ai duron, i mbështetet Allahut dhe kjo është më e mira për të. Wa in sabathu sarra'u shakara fa kana khayran la. Dhe nëse ndodh që i vjen një begati dhe një mirësi nga Allahu xhaleshanu, ai falenderon Allahun xhaleshanu dhe kjo është më e mira për të. Prandaj Allahu duhet falenderuar për çdo detaj të jetës tonë, për çdo gjë të vogël të jetës tonë, siç na mësoi pikërisht Sulejmani alayhis salam. Sepse të dashur besimtar, t'japim një shembull, ata të cilët merren me stërvitje, e nisin stërvitjen e tyre, palestrën e tyre me pesha të lehta, me 5 kg, me 10 kg, e tjerë me radhë. Por mas disa kohësh që është stërvitur mirë fizikisht, ai arrin të ngrit deri në 100 kg. Ai sot krenohet me ngritjen e 100 kg-ve, por harron që brenda asaj 100 kg është dhe 5 kg që e kishte në fillesat e tij të para. Dhe pikërisht këtë na tregon Allahu xhaleshanu, mos të harrojmë gjërat
detaje që na bën jetën tonë të lumtur, duke synuar gjëra të mëdha. Për shembull, ne sot e dim situatën e popullit tonë, që jemi popull që emigrojmë jashtë vendit tonë për një ekonomi më të mirë. Nëse deri dje pardje ishim të gjithë familjet tona së bashku, kishim një shtëpi të vogël, nuk na mungonte gjë nga gjërat bazike të kësaj jete, por ishim të lumtur, sot ne mund të kemi vila, por janë bosh, të dashur besimtar. Dhe nëse do të pyesnim gjithë secilin prej nesh, kush ishte momenti më i bukur dhe çfarë është momenti më i bukur i jetës tonë? A është ai moment kur ishim gjithë ne bashkë familjarisht, që animalet së bashku, të lumtur dhe në gëzime së bashku, apo sot që po takohemi njërë në 2-3 vjet, apo njërë në 5 vjet, varet nga largësia ku jemi. Dhe gjithë secili njerëzorja, shpirtërorja, do të donte që njeriu në tij të afërm ta kishte pranë. Dhe jemi po ne që e kemi shpikur më pas këtë fjalin, që për 5 ditë dynja po jetojmë larg njëri tjetrit. Më mirë bukë e kri, po të paktën ta shikonim njëri tjetrin. Pikërisht sepse vuajmë brenda. Dhe është pikërisht çështja që ndonjëherë gjërat e vogla janë më të mira se gjërat të mëdha. Aty është lumturia e vërtetë se sa tek gjërat që mund të jenë të mëdha. Dhe ky është mësimi i radhës, të dashur besimtar, që Allahu xhaleshanu pra duhet falëndëruar për çdo gjë, edhe për gjërat më të vogla. Të dashur besimtar, mësimi kryesor tjetër i këtij ajeti kaq interesant që kalon në Kur'anin famëlar është se nëse ne duam të arrijmë gjëra të mëdha, duhet të fillojmë prej gjërave të vogla. Nëse duam të kemi sukses në jetën tonë, sukses tek fëmijët tanë, duhet të fillojmë nga gjëra të vogla. Nëse duam të bëhemi hafiza Kur'ani, duhet ta nisësh nga elifi, nga shkronja e parë. Ti mund ta kesh dëshirën e madhe për të bërë hafiz Kur'ani, por nuk ke vullnetin më të vogël që të ulesh të mësosh shkronjën e parë. Ti mund të kesh dëshirë të madhe të falësh namaz të hexhut, ndërkohë ti nuk e ke filluar me gjërat elementare të falësh sunetet e namazeve. Ti nuk ndjen kënaqësi në farzin që fal tek Allahu xhaleshanu, e si do të ndjesh kënaqësi tek vullnetaret tek Allahu xhaleshanu. Ti nuk ndjen kënaqësi tek dhikri i vogël që duhet ta bësh çdo ditë, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, e si ti pret të durosh në namazin e sabahut 10 minuta apo çerekore kur e fal hoxha, sepse të duket gjatë, sepse ti nuk e ke stërvitur shpirtin tënd me gjëra të vogla që të arrish dhe të synosh gjëra të mëdha. Dhe pikërisht kjo duaja e Sulejmanit alayhis salam, dhe pikërisht ajo milingona, shiko çfarë mësimi të madh që na japi ne edhe nga çështja e besimit, edhe nga çështja e moralit, por edhe nga çështja e dëshirës për të përparuar në jetën tonë si besimtar, sepse e mbylla me këshillën e profetit alayhis salatu wassalam që tha, nuk i shkon besimtarit musliman që të kaloj 2 ditë të njëjta. Por çdo ditë duhet të kenë ndryshim pozitiv në jetën e tij. Allahu xhaleshanu na bëj prej tyre, wa aqulu qawli hadha